أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لفلندريم dhe frikë respektet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala për të këqijat e veteve tona dhe I kërkojmë mbrojtje Allahut azza wa jall që Allahut na ruan prej sherrit shejtanit dhe prej sherrit të nefsit, ku nefsi është diçka që nxit drejt të keqës. Lutem Allahun azza wa jall që Allahut na I mundson një jetë të cilën e kishin selefi, jetë kjo e cila ishte vetëm se për Allahun, për fytyrën e tina, jetë kjo e cila ishte e ngritur mbi vepra të mira, vepra për fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, vepra të cilat çojnë në kënaqësinë e Allahut dhe në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allahu xhalla wala qoftë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e tij, e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Dietarët e muslimanëve kanë sjellë rregulla. Rregulla këto të cilat e lehtësojnë mësimin e fesë. Më të mirat janë ato rregulla të cilat kur ti I mëson të mbajnë gjatë dhe të qëndrueshëm në fejen e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi dikush me hyrë në Islam pa u godit prej stuhive të sprovave. S'ka mundësi dikush në këtë jetë, po veçanërisht në Islam, me hyrë në Islam pa u godit prej stuhive të sprovave. Allahu azza wa jall ka premtuar në Kur'an, është suneti Allahut në tokë, se ai I cili hin Islam, ai I cili ka thonë se e ka besu Allahun subhanahu wa taala, do të sprovohet. A kanë mendu njerëzit të thonë se ne kemi besuar e mos t'i sprovojmë na ata? Kështu tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Padyshim që Allahu do t'i sprovoj robërit e tina derisa ta dallon prej tyre se kush është tamam e kush nuk është tamam. Kush është për me shku të Allahu subhanahu wa taala me meritu kënaqësinë e Allahut azza wa jall, dhe kush është për me shku në xhehenamin e Allahut dhe me meritue hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu azza wa jall ka më qitë në pah përmes kujt? Përmes sprovës. Ato sprova e rrokin zakonisht ata I cili ka thonë se Zoti jam është Allahu subhanahu wa taala. Tash Pejgamberi alayhis salam ka thonë se besimtari është sikurse ai fidani I holl që e godasin erëra të forta. E sheti ato duke prek në tokë her kënej e her kënej. Mirë po, ai prap qohët drejtohet. Prap qëndron. Pse qëndron? Për shkak se bazamenti I tina, parimet mbi të cilat është ngrit, ai janë parimet të qëndrueshmërisë. Çato parimet të qëndrueshmërisë I kanë përmend dietarët në rregulla, e ato rregulla me I diti malet, që me qëndrue sa malet në fejen e Allahut subhanahu wa taala, apo në stuhit e sprovave kur të godasin tyje. Nuk është sprov vetëm me të vdek dikush. Nuk është sprov vetëm me të lam dikush. Nuk është sprov vetëm me të nda dikush. Sprova është kur të godet dyshimin iman. Sprova e madhe është kur të vjen një dyshim në imanin tënë, se qysh ti kime e trajtu qatë dyshim. Ai I cili nuk ka parime, ai I cili nuk është ngrit mbi parime të shëndosha, mbi tauhidin e pastërt, dhe tauhidin e tina nuk e ka ngrit mbi dituri të sakt me argumente të sakta, ata do ta godasin dyshimet vazhdimisht, për shkak se ai është që e kalon mundësinë për me godit dyshimet. Sikurse ato zemrat që ndikohen prej argumenteve muteshabihat. Argumenteve me shumë kuptime. Argumenteve me shumë kuptime që argumentet tilla ka edhe në Kur'an, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zemra e smut kapët për këto argumente, kurse zemra e shëndosh kapët për argumentet muhkem, në argumentet në të cilat kanë vetëm një kuptim, argumentet prerse, argumentet ndarse, sikurse kul huwallahu ahad,
thuaj Allahu është një, edhe Allahu është një. Allahu është një dhe nuk ka dytë. Dhe ai meriton zotësinë, ai meriton pushtetin, ai meriton adhurimin, ai zotëson gjithçka, ai është absoluti. Pra, kush ngritet mbi këto argumente, do të qëndroj derisa të takon Allahun subhanahu wa ta'ala. Njëna prej parimeve që e përmend Shejkhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala në Tadmuriyya, në librin e tij, po ashtu në librin Minhajus Sunna, thot Shejkhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, haqiqatu at-tauhid, e vërteta e tauhidit, njësohshmërisë së Allahut subhanahu wa ta'ala, huwa al-jam'u bayna an-nafyi wal-ithbat. Një rregull shumë e shkurtë. E vërteta e tauhidit është bashkimi mes mohimit dhe pohimit. Pra, tauhidi është fjala la ilaha illallah. Pastaj ky tauhid ndahet në 3 lloje: tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidu asma'illahi wa sifat. Mirë, po asli është tauhidi. Tash tauhidi është fjala la ilaha illallah. Që kjo fjala la ilaha illallah i ka 7 kushte. Kushtet më të fuqishme të saj janë pohimi dhe mohimi. Pra, me mohue adhurimin për krejt të tjerët dhe me e pohue vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-ulama, thon dietarët e muslimanëve, لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. Nuk ka mundësi më kanë vesnjana. Vetëm pohimi ose vetëm mohimi. Kanë thonë dietarët, për shkak se vetëm pohimi nuk e ndalon pjesëmarrjen e tjetërkujna në çat cilësi. Me thonë, për shembull, Allahu huwal khaliq. Allahu është krijuesi. Nëse thu vetëm kështu, atëherë që kjo fjali nuk është duke e ndaluese edhe dikush tjetër mundet më kanë krijues. A kupton? Nëse e përdor vetëm pohimin se Allahu është krijuesi, nuk je duke e ndaluar për tjetërkan, si të e mohu për tjetërkan. Pra nuk bën. Kjo është devijim. E nëse vazhdon vetëm me mohimin, li anna an-nafya, than dietarët, për shkak se vetëm mohimi wahdahu ta'tilun mahd, është devijim i qartë. Është devijim i qartë nëse vetëm mohon, për shembull, la khaliq. Nuk ka krijues. Nëse thu vetëm nuk ka krijues, këto është devijim i qartë, se ti ke thonë nuk ka krijues. Realisht ka krijues. Pra, në bashkimin e këtyre 2 çështjeve, 2 parimeve madhështore, vjen e vërteta e tauhidit, ku thot robi, la khaliqa illa Allah azza wa jalla. Nuk ka krijues absolut, tamam, përveç se Allahut subhanahu wa ta'ala. E mohon për të gjithë të tjerët dhe e pohon vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është në krijimtari. Kjo është la muhyiye illa Allah. Kjo është në ringjallje, se nuk ka ringjallës, nuk ka jetë dhënës, vetëm se Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ka dikush që meriton të adhurohet me të drejtë përveç se Allahu tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Pra vetëm Allahut i takon adhurimi. Adhurimin të cilën e përmendëm në dersin e kalum, ku tha Shejkhul Islam Ibn Taymija, ai adhurim ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-batina wal zahira. Se adhurimi është emër i përgjithshëm që i përfshin të gjitha ato që i don Allahu dhe është i kënaqur me to, prej fjalëve, prej veprave, prej atyre që janë të fsheta dhe prej atyre të cilat janë të hapta. Pra, që të adhurim e meriton vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala dhe askush tjetër. Që ky adhurim është vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala, qoftë edhe diçka e cila është shumë e vogël, diçka e cila është shumë e im, në sytë e to, apo në sytë e njerëzve, ajo është i takon, nëse është adhurim, i takon vetëm se Allahut
subhanahu wa ta'ala. Haqiqatu at-tauhid allati yaqumu 'alayha at-tauhid, e vërteta e tauhidit, mbi të cilën ngritet tauhidi tamam, kulluhu, krejt tauhidi, me tri llojet e tina: tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidu asma'illahi wa sifat, emra dhe cilësitë e Allahut azza wa jall, është në mohimin dhe në pohimin, në mohim me mohue për të gjithë, dhe në pohim me pohue vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është rregulla e parë, kurse rregulla e dytë, të cilën e përmend autori i librit, pra Imam Safarajini, e përmend këtë rregull në librin Al-Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyya. Thot: at-tauhidu asasu al-amali wa asluh. Tauhidi është baza e krejt veprave. Tauhidi, njësoshmëria, tauhidi në Allahun subhanahu wa ta'ala, fjala la ilaha illa Allah, është baza e të gjitha veprave. Thon dietarët, kuptimi i kësaj rregulle është kështu: Allahu azza wa jall la yaqbalu shay'an min al-a'mali illa idha kana qa'iman ala saqi at-tauhid. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk pranon kur gjë prej veprave nëse ato vepra nuk janë të ndërtuara mbi tauhid. Nuk i pranon Allahu azza wa jall asnjë prej atyre veprave nëse ato nuk janë të ndërtuara mbi tauhid të pastërt, wa aqidatin sahiha as-safiya, dhe në akide të pastërt, në akide të shëndosh të sakt. Fa ayu amalin yaqumu bihi al-insanu lam yubna ala aqidatin sahiha wa tauhidin safi, fa inna Allah azza wa jalla yaj'aluhu haba'an manthura. Çdo vepër e cila nuk ngritet mbi tauhid të pastërt dhe mbi akide të shëndosh dhe të sakt, Allahu azza wa jall nuk e pranon dhe do ta bëj atë vepër haba'an manthura, pluhur e hi. Do ta zhduk atë vepër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala një ajet kuranor: wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ne u paraqitëm atyre njerëzve veprat e tyre. U paraqitëm veprat. Allahu azza wa jall pranoi se ata kanë bë vepra, kanë pas vepra të mira bile. Mushrikët kanë pas disa burrni, i kanë pas disa vepra të mira. Mirë po thot Allahu azza wa jall, ne u paraqitëm atyre veprat e tyre. Ju tregum çka ku janë veprat e juve, çka keni vepruar jo, të mira janë këto. Mirë po Allahu do t'i bëj ato pluhur e hi. Pse? Për shkak se nuk janë të ndërtuara mbi tauhidin e Allahut subhanahu wa ta'ala, mbi ata që Allahu është i kënaqur me ta. Vepra më e madhe që Allahu e don, vepra më e madhe që Allahu të ka krijuar ty dhe mu, vepra më e madhe që Allahu ka krijuar gjithçka, dhe për çat vepër Allahu azza wa jall ka nënshtruar gjithçka, për çat adhurim, është tauhidi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj javën e kalume e përmendëm ajetin kuranor ku tha Allahu azza wa jall: o insan, nuk i kam krijuar gjinë dhe njerëzit për diçka tjetër vetëm se që ta adhurojnë Allahun azza wa jall. Andaj dije se qëllimi i krijimit ton, qëllimi i krijimit tan, qëllimi i krijimit të njerëzve dhe gjithçka që ka krijuar Allahu azza wa jall është të adhurohet Allahu azza wa jall, dhe ky është qëllimi. Që Allahu azza wa jall të njësohet me adhurim, që Allahu azza wa jall të njësohet në krijimtarinë e tina, në adhurimin për ta, në emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu dhe kurkush tjetër hiç. Vetëm Allahu dhe kurkush tjetër hiç. Ta zën zemrën tonë vetëm dashuria, nënshtrimi, frika, shpresa, vetëm se për Allahun azza wa jall. Të mbështetet zemra jote, trupi yt, këtë qenia jote në Allahun te baraka wa ta'ala dhe në askon tjetër prej krijesave. Kullu men alejha fan, çdo gjë që është në këtë dunjë do të zhduket. Apo dëshiron me u mbështet, me e dasht, me shpresu në diçka e cila do të zhduket, kjo i bjen që ti shpresën tonë një ditë do ta zhduksh vet. Kape shpresën tonë mbi ato i cili nuk do të zhduket kurrë. Lidhur për ato i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tan. Për ata lidhe qëllimet, për ata ngritu, e për me mrite aj
mësoj parimet të cilat i mësuan dhe i shkruan njerëzit e mirë. Njerëzit e Allahut, evlijat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sahabët, tabiinët, tabiinët, ata të cilët synim e kishin Allahun dhe fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Allah azza wa jall tha se ata kishin vepra. Mirë po veprat e tyre Allahu u bëri pluhur e hi, për shkak se ata nuk i kishin ngrit mbi tauhidin e pastër. Pastaj tha Allahu azza wa jall: "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Thuaju atyre, a ty tregojmë juve, a doni t'ju lajmërojmë juve për ata të cilët janë vepër humbur, vepër shkatruar, atyre që u anë shkatru veprat. Atëherë ndëgjo, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ata që ju janë shkatru veprat e tyre, janë ata që i ka devijue përpjekja e tyre në jetën e kësaj bote. Përpjekjen të cilën ata e bojnë, mënyrën se si ata i veprojnë veprat, kanë deviju ato vepra. Do më thonë e kanë deviju me mënyrën. Dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ata mendojnë se janë të i bo veprat mas mire. Ata mendojnë se janë njerëzit që janë mas afër Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata mendojnë se janë njerëzit më adhurues te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata mendojnë se janë më të mirët. E kjo është hala më e rëndë. Po atyre ju ka deviju rruga e veprimit veprave. Cila është devijimi në këtë pikë? Devijimi në këtë pikë është se nuk i kanë veprat e ndërtuara mbi tauhidin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Ata janë të cilët i kanë mohu argumentet e Zotit të tyre, argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe e kanë mohu takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Fahabitat a'maluhum. Pra kjo është mohimi i tyre, u ka shkatru atyre veprat e tyre. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Ata nuk kanë çka me peshue ditën e kiametit. Sado që dikush t'jetë burri mirë, sado që dikush t'jep sadaka, sado që dikush derën e shtëpisë tina ta lën qel për jetimet, për ata që kanë mbet në rrugë, sado që krenaria e punës të mirë dikujt i ka marrë jehon, ka mri larg emri i tina. Nëse ai këto vepra nuk i ka me argumentet Allahut azza wa jall mbi tauhidin e pastër, nëse zemra e tij si u ka nënshtruar Allahut azza wa jall, këtë është puna e tina. Këtë është puna e tina. Ka pas edhe të mushrikët që kanë dhënë sadaka shumë. Shumë kanë dhënë sadaka. Mirë po, pejgamberi alayhis salam ja përmendi emrin e tina dhe tha se vepra e tina nuk do t'i ndihmon kurrë. Saqë edhe Ebu Talibit, migjës pejgamberit alayhis salam, ku vallahi e kanë ndihmu pejgamberin alayhis salam ma shumë se shumë prej muslimanëve në kohën e sotit që ndihmojnë islamin, ka qenë krahu taman i pejgamberit alayhis salam. E kanë ndihmu direkt, e kanë ndihmu me shpinën e tina, e kanë ndihmu me pasurinë e tina, e kanë ndihmu me namin, pushtetin të cilin e gëzonte Ebu Talibi, saqë edhe kur dul pejgamberi alayhis salam që e dëbun prej Mekës 3 vite, 3 vite pa ushqim, 3 vite duke u ushqy njerëzit muslimanët sikurse ushqehen bagtit, kafsht, me ta dul edhe Ebu Talibi. Me ta dul edhe Ebu Talibi. Mirë po, kur vdeq si jo besimtar. Faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kërejve Allah azza wa jall kam ja paraqit veprat e tyre, mirë po në fund do të bëhen veprat e tyre pluhur e hi. Në jetën e kësaj bote, kujdesu që veprat e tua t'jenë të ngritura mbi parime të shëndosha, mbi rregulla të cilat rregulla i ka përmend Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend hadith. Kujdesu që ata të cilën ti e bën prej adhurimit të jetë e pastërt, se Allah azza wa jall nuk pranon vetëm se të pastërtën. Kujdesu që të adhurosh bukur, për shkak se Allahu azza wa jall nuk është i bukur dhe nuk e pranon vetëm se të bukurën. Allahu është i bukur dhe nuk e pranon vetëm se të bukurën. Andaj, adhuro pastërt, adhuro me parime të fuqishme,
dhe adhuro bukur kur ta adhurosh Allahun Azza wa Jall. Dije se për çat adhurim ti ke ardhur në jetën e kësaj bote. Andaj kur do të pyetesh nesër para Allahut Azza wa Jall, do të pyetesh ka e ke adhuru ti? Për ka i ke vepru këto vepra? A i ke pas për Allahun Azza wa Jall? Pastaj tha Shejkhul Islam Ibn Taymija, përveç kësaj pyetje, do të pyetesh si ke vepru këto vepra? A i ke vepru e çështë kanë tek ty? Çështë ka ardhur ty në mene? Çështë ka ardhur ty prej epshit tënd se ma let, jo çështu, jo ma pak, jo kështu? Apo i ke vepru sipas asaj që i ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Asnjëherë nuk guxon robi të del jashta Kur'anit Allahut Azza wa Jall dhe jashta sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili prek jashta Kur'anit dhe prek jashta hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka prek diçka tjetër vetëm se ka prek në shkatrimin e tina dhe ka prek në ata e cila do t'ja shkatroj atij veprat para Allahut subhanahu wa taala. Dhe jo vetëm kaq, po do t'jipet llogari pse ato vepra të cilat u shkatruan nuk ishin për Allahun dhe sipas metodës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alus Allahun subhanahu wa taala që Allahut na i mundsoj që ibadetet tona, adhurimet tona të jenë vetëm për Allahun azza xal, të jenë në parimet e Allahut dhe parimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jenë në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të arrijmë xhennetin e tina. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.